I nderuar kryesuesi i Kuvendit Komunës së Rallëvesit, zoti Patmiriska, nënkryetar Betim Zllanoka, drejtor të drejtorive, anëtar të Kuvendit të Komunës së Rallëvesit, familjar të dëshmorëve të kombit, pranishëm, përfaqësues të bashkive fetare, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame, kryeimam, komandant i stacionit policor, drejtues të forcave politike këtu në komunën e Rallëvesit, profesor Ali Dula, Edon Sona, asambleës, përgjegjës ose shefat e grupeve politike këtu të përfaqësuar në Kuvendin e Komunës së Rallëvesit, i nderuar Farelli Hajda, vllai i dy heronjve, familjar të familjes herojt Selahattin Mullavazi Mici, ish komandant Ismet Tara, familjar tjerë të dëshmorëve të pranishëm si Mustafa Xhalat, të gjithë ju të pranishëm. Po ashtu po duhet të përshëndet edhe kryetarin e organizatës veteranëve të luftës Qemal Krasnishin, invalidët, veteranët, qytetarët, veprimtarët të çështjes kombëtare, gjithë ju që jeni këtu. Të nderuar pjesëmarrës, nuk janë të shpeshta ngjarjet si kjo që po e shënojmë sot. Shpallja e pavarësisë Republikës Kosovës me 17 shkurt 2008 është ndër kapitujt më të rëndësishëm të historisë sonë më të re. Ky akt është kurorëzimi i përpjekjeve, materializimi i djersës e gjakut të shumë brezave. Është përfundim i rrugtimit të gjatë të shqiptarëve për liri e dinitet kombëtar. Ndonse ndër shekuj u derë shumë gjak, mira njerëz humbën pa gjurmë. Trojet tona u shkretuan nga armiqtë e egër e barbar, megjithatë kombi shqiptar mbijetoi. Copat të mëdha të kësaj të tokave tona i përvetësuan fëqinjet grabitçare duke shpopulluar krahinat e tëra dhe duke kryer vrasje masive të njerëzve të pambrojtur. E trishtueshme është historia jonë. Zullumët e njëpasnjëshme shtyn këtë popull në zgrip të ekzistencës, mirë po lidhja e fortë me tokën dhe varret e të parëve ndikuan që të mbijetojmë si popull dhe si kombë. Nuk është kjo orë historie, por është moment reflektimi e nderimi për gjithë ata njerëz që u bën ballë këtyre rrëbeshëve të kohës, shumë prej të cilëve me buzë të plasur shkuan në amshim, pa shijuar një ditë të bardhë. Në këtë ditë të shënuar, për shqiptarët nuk mund të kalojnë pa ju bërë nderet që ju takojnë brezave paranesh, të cilët me shpirt ndërdhëm qëndruan dhe nuk i braktisën trojet stërgjishore. U palim i derin për kulje luftëtarëve të gjitha epokave, atyre që me qëndresën e bërë i dhanë kuptim të qenit shqiptar. Akti i shpalljes së pavarësisë Kosovës erdhi si rezultati i këmbguljes dhe luftës vetmohuese të idealistëve të shumë, të cilët për të arritur synimin madhor ja vunë gjoksin fortunës dhe u bën terror në themelet e shtetësisë së këtij vendi. Natyrisht, në një akt të tillë solem, është e pamundur të thellohemi në histori pasi që të shumta janë qenë betejat, të shumë qenë heronj dhe martirët tanë. Ndër epokat më të lavdishme të historisë tonë, padyshim që është lufta e popullit shqiptar për shlirimin e trojeve të kushtuara nga slavët nën emblemen e ushtrisë së lavdishme ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nganjëherë yjet rreshtohen në favor të një etnie apo edhe të një individi. Dhe për fatin tonë të mirë në fund të shekullit të kaluar, fati ishte me ne. Mirë po latinët e lashtë kanë thënë, fati është me guximtare. Disa burra morën vendimin e guximshëm për të kapur armët në mënyrë që ta detyronin botën perëndimore të vihet në anën e duhur të historisë, pasi që dikur i kanë lejuar fëqinjet grabitçare të coptojnë trojet tona, duke mbyllur syt para tragjedisë njerëzore. Ndreshja e këtij gabimi trashanik erdhi më shumë vonesë, por desh të ndërmarrin veprime të rrezikshme, sepse ishte mundësia jonë e vetme. Humbëm shumë njerëz, kemi humbur gjithandej në Kosovë, kemi humbur shumë njerëz, edhe më të dashurit, më të shtrenjtit tonë, edhe në Rallëvec, kemi humbur shokë më të mirë, bijtë e bijet më të devotshme të këtij populli, dhe Brigada 124 Dani Baqarizi është po ashtu pjesë e pandashme e një rrugtimi të pasur luftarak në gjithë përpjekjen, gjithë sakrificën dhe flijimet për liri. Shumë dëme kemi pësuar,
edhe dëme materiale, edhe pasurit tona u plaçketën dhe shumë njerëz nuk u lejuan të varrosen në tokën e parë. Mirë po, ishte ky kapitulli i fundit i një fatkeqësie kombëtare që u kurrizua me vitore. Shpallja pavarësisht erdhi si rrjedhoj logjike një rrugtimi të gjatë, të vështirë, të përgjakshëm, por edhe krenar. Sot do bën 18 vjet që kur e morëm fatin në duar tona dhe kemi mundësi të numërojmë arritjet e shumta që janë bërë, pa i lejuar vetës asnjëherë të kënaqemi me këto suksese. Pas e lam të kaluar, por pa e harruar, duke synuar konsolidimin e shtetësisë, rritjen ekonomike, pozicionimin politik e diplomatik, modernizimin ushtarak e teknologjik me synim integrimet euro-atlantike. Kretë këto kërkojnë përpjekje të vazhdueshme, këmbgutje e punë të palodhshme, sepse armiqtë tanë nuk flenë as ditë as natë. Ata po dëshmojnë se duan ta vënë në dyshim shtetësinë tonë, duke thurur intriga e duke hartuar plane strategji për të arritur të na poshtrojnë. Në këtë varzh janë edhe investimet të mëdha ruso-serbe për ndryshimin e narrativës së luftës dhe të shtetësisë sonë. Sfidë e madhe dhe e rëndë për ne është përballja me gjykatën speciale, që duke u përpjekur ta kriminalizojnë luftën tonë të drejtë e të pastër, kanë gatuar gjellë të helmuar për krerët e ushtrisë qeveritare të Kosovës. Jam i bindur se drejtësia nuk do të kapërdi këtë gatesë dhe se shokët tanë, bashkëpunëtarët tanë do të kthehen triumfues e me kokën lart në familjet e tyre, në atleun e tyre. Kjo duhet të ndodhë, jo vetëm për fatin e disa individëve të cilët vuajnë padrejtësitë e kësaj kohe të turpur, por para se gjithashtu për shkak të parimeve bazë të drejtës për luftë të popujve të shtypur, të popujve që kanë interes jetik të fitojnë lirinë. Para vetës kemi një sfidë të vështirë, por e ndjejmë se do të dalin fitimtar. Sot, në marshin protestos me moton, drejtësi jo politik, bashkohemi si një trup i vetëm kundër padrejtësisë. Sepse është jetike të dëshmojmë mbështetjen tonë, jo vetëm për 4 persona që janë udhëheqësit e luftës së shqiptare, sigurisht edhe për ata. Sepse po këta bardhin historinë mbi supët e tyre, por mbi të gjitha ne bashkohemi sot e gjithmonë për një epokë, për të drejtën tonë për liri e dignitet njerëzor e kombëtar. Do t'ja dëshmojmë botës se jemi në të drejtën tonë historike, prej të cilës nuk heqim dorë për asnjë çmim. Besoj fuqishëm se ditët kur shokët tanë do t'jenë të lirë janë të numëruara, sepse vetëm në këtë mënyrë i bëhet shërbim historisë dhe drejtësisë. Në këtë ditë veçantë dëshiroj të uroj të gjithë ata dhe ato që e kanë dhënë provimin e historisë dhe që në epoka të caktuara e kanë kryer obligimin ndaj atë. Dëshiroj të përgëzoj familjarët të dëshmorëve, të heronjve, të martirëve, të cilët me durim e qëndrim krenare kanë përballuar dhimbjen e mallin për njerëzit e dashur. Të përgëzoj invalidët e veteranët e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe veprimtarët e çështjes kombëtare për angazhimet e tyre për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave tona kombëtare, po ashtu të uroj të gjithë njerëzit vullnetmirë që i kanë kontribuar dhe i kontribuojnë konsolidimit të shtetësisë sonë. Si dhe të gjithë atyre që në çfarëdo forme i shërbejnë të mirës së përgjithshme. Sot e mot do të nderojmë e kujtojmë gjithë veprimtarët e çështjes kombëtare, dëshmorët e heronj që luftuan në ranë për jetësimin e lirisë të shtetësisë pra të Republikës Kosovës. Me urimin që në përvjetohet të ardhshëm të kemi më shumë arritje rezultate për të prezantuar, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Gëzuar 17 shkurtin, 18 vjetorin e pavarësisë që e shënojmë sot, lavdi heronjve, dëshmorëve dhe martirëve. I leh u qotë dheu i tokës arbërore mirëvarë. Mi bishkët